nuk do të futem thjesht në betejën mes partive politike shqiptare. Jo një mes partive politike shqiptare, mes një aleanse politike, sepse po flitet për bashkim shqiptar. Vetë fakti se përzgjedhjet lokale i flasin gjithkohën këtu, po flasin për tema shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Por është, do të thotë, nuk është vetëm përgjegjësi e këtyre që janë, do të thotë, në qeveri, se pse ka degraduar çështja shqiptare në Maqedoni. Ne duhet të parashtrojmë pyetjen se diskursi tash edhe fajtori është i orientuar, po them tabelë. Po diskursi edhe më herët ka qenë i orientuar edhe tek partitë e tjera që kanë qenë në pushtet. Thjesht përgjegjësi ka secila parti politike shqiptare që ka qenë në qeveri dhe që nuk e ka bërë atë të duhurën. Se unë jo rastësisht nuk e përmenda pak më herët, partitë politike shqiptare përderisa janë në opozitë e kanë ligjërimin e tyre të mbushur me nacionalizëm dhe me atë dashuri dhe me shqiptarizëm, por është problemi se kur vinë në qeveri po tjetërsohen dhe po ndryshojnë. Jo rëndom ndodh tek ne shqiptarët, pa dallim hapësirë. Ma ka specifik, ke parasysh, është investuar energji dhe shpresë, po flas për vite më përpara, dhe pat një unifikim, siç është rasti Vleni, dhe me ardhen e Vlenit në pushtet së bashku me Mickovskin, pozicioni politik i shqiptarëve është i degraduar fuqishëm. Dhe kjo është interesant në vend që të kishte kemi përshtypje se ka shkëputje nga kurrizi kombëtar. Absolutisht, kjo është ajo që i ka ndodhur pozicionit që nuk ka ndodhur më herët me asnjë parti politik. Kjo është e keqja. Nuk kemi pat përshtypje se largohen, shkëputen nga kurrizi kombëtar. Këtë se kemi, nuk e kemi pat. Ai kontribuon pak edhe nga këtej, nga ne, kësaj. Besoj se po, e kemi diskutu, besoj se po, edhe kryeministri Kurti ka pjesën e vetë në trimërimin edhe të Kristian Mickovskit edhe të Vlenit për një koalicionim të tillë, për cilin unë besoj se ai tashmë duke pat parasysh se nuk ndëgjohet të deklarohet në lidhje me rrethanat politike në Maqedoni, besoj se e ka kuptuar, e ka pranuar gabimin me vetë faktin se nuk po është aktiv. Vetë fakti se ne këtu jemi mbledh me rastin e zgjedhjeve lokale dhe bisedojmë për tema që i takojnë politikave shtetënore. Nuk folëm për çështje lokale. Kjo është një dëshmi se rezultatet e zgjedhjeve lokale do të jenë përcaktues, do kthem te pyetja e parë që e bën, do të jenë përcaktues a do të ketë zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe jo, dhe cili do të jetë pozicionimi i shumicës së subjekteve politike shqiptar kundrejt partisë ose koalicionit mundshëm tarshëm që me gjitha gjasa do të jetë ky njëti që është sot në qeveri, dhe me çfarë kushtesh do të futen ose nuk do të futen fare. Do të ridefinojmë, po themi, kërkesat e tyre Vleni? Unë mendoj se këta që i përmenda do të jenë pjesë e kërkesave të beslidhjes Aleanca Kombëtare për Integrim, këta që i përmenda disa pika me Badenterin, sigurisht mund të jetë edhe më e zgjerume, më e detajume me formën se si duhet. Mendoj që shqiptarët janë të vonuar në këtë drejtim, është dashur edhe më herët që ti imponojnë partnerëve të koalicionit konkretisht që mos të arrijmë deri në atë pikë që ta kemi mëshirën e kryeministrit Maqedonas se kënd do ta marrë, si do ta marrë. Nuk është problemi tash rishtas, problemi edhe për këtë, po mos marrim shumë kohë. Jo, mund ta diskutojmë, vetëm do doja të ndalidhesha. Kryeministri i Maqedonisë Gruevski, po e harrojmë ne shpesh dhe po e amnestojmë duke u marrën me Mickovskin. Cili ishte qëndrimi i tij kundër shqiptarëve në atë kohë? Absolutisht, bile mundë me thënë që në ca pika shkonte edhe më zi se i... Jo, për se qeveria Gruevski nuk e ka prek marrëveshjen e Ohrit si po preket. Qeveria e kryeministrit Gruevski jo rastësisht u investua nga Bashkia Ndërkombëtare, u dhanë, do të thotë, mund dhe përpjekje shumë e madhe që të rrëzohet dhe që të vijë një qeveri e kryeministrit Zaev. Do të thotë, pse u bë ajo? Për shkak të asaj se ndjekte një për shkak të integrimit NATO. Andaj po them, mund ta bëjmë një debat të tonë për mënyrën se si është vepruar në atë kohë dhe në kontekstin e asaj kohe. Në linjë direkte, siç e thash, me videolidhje kam zotin Albert Musliu, është